Të gjithë ne këtu që jemi në shesh, nuk jemi për asnjë parti politike, nuk jemi kundër asnjë shteti, dhe nuk jemi as për përkraje dhe për as kundërshti të ndonjë nuk jemi as për përkraje dhe kundërshti fetare. Kërkoj ndjes se kam goxha emocione. Kultura na ka treguar se jemi tolerant ndaj feve. Jemi mësuar ta duam njëri tjetrin kështu siç jemi. Dhe sot, më shumë se kurrë shohim që për të drejtën e përbashkët jemi bashkë, pa asnjë kusht dhe pa asnjë kriter. Sot këtu në shesh na bashkojnë shumë gjëra. Tu në shesh jemi për vendin ton, jemi për adeon ton, jemi për njëri tjetrin dhe për ata që nuk janë këtu dhe që i presim që të vinë. Jemi për të ardhmen ton që meritojmë. E nëse do ju përmendja një fjalë më dhe, çfarë ndjeni? Se unë për veten time, përveç se dashuri, ndjej një mëm që i ka fëmijët e saj larg. Ndjej një mëm që vuan. Theuni bijt e saj. Theuni në adeon tuaj. Pavarësisht si pa përgatitur, ne bashk, të gjithë bashk do ta gjejmë dhe do ta arrijmë atë që duam. Është koha të mlidhemi bashk, vetëm ashtu mund të arrijmë diçka, o sot o kurrë. Në të kundërt e ardhmja na tregon rrugën e largimit. Mos ta lëmë mudheun ton. Le të shndrojmë bashk, do ja dalim.